Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillah dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime, kontaktohu në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon
dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunneh. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj
me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë, mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 45 24 273. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383
452427. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 452427. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 452427. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 4 mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 452427. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dua për hapjen e të mirave dhe bereqetit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaab fadlika wa rahmatika. O Allah, mi hap dyert e mirësisë dhe mëshirës tënde. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, unë jam në nevojë për çdo të mirë që ti më dërgon dhe më jep. Rukje me Kur'an dhe Sunet dhe këshilla islame. Largoni sihrin, mysyshin, veset. Lutje për familje, fëmijët tuaj, shtëpinë tuaj me Kur'an e Sunnah. Për takime kontaktohet në +383 452427. Allahu ju mëshiroft dhe qetësoft zemrat dhe shpirtat tuaj me fjalën e Allahut, krijuesit të gjithësisë.